Doktoresha, tashmë ne jemi në ardhjën e stinës së virozave. Virozat tek fëmijët janë gjithmonë më të pranishme. Por unë dua të di cilat janë më të zakonshme nga këto viroza dhe pse pikërisht shfaqen në këtë kohë. Me ndryshimin e stinës së vjeshtës edhe lagështia e motit e favorizon, shtohen virozat që janë më të zakonshme, rrufa e zakonshme, kataret stinore që quhen, janë virusi respirator sincicial, është mjaft i përhapur prek jo vetëm fëmijët, po edhe të rriturit, dhe për këtë nuk ka një vaksinë në sistemin e detyrueshëm shëndetësor. Së fundmi ka dalë një vaksinë e re, por që akoma nuk ka hyrë në Shqipëri. Dhe tjetër, mos të harrojmë që ka dhe infeksione bakteriale, të cilat duhen trajtuar seriozisht, sepse duke i lënë pa antibiotik, siç thonë shpesh nënat, nuk dua unë t'i bëj antibiotik, ato mund të lënë pasoja në veshka ose në organet tjera. Megjithatë, doktoresha, vjet re që disa nga fëmijët sëmuren më shpesh ndaj këtyre virozave, pra e kalojnë thuajse çdo virozë, por ka fëmijë të tjerë të cilët i kalojnë më rrallë. Pyetja konkrete është sa herë duhet një fëmijë, sidomos kur është nën 2 vjeç, të smuret gjatë një muaji apo gjatë një viti sa i takon këtyre virozave? Po, një fëmijë 0-3 vjeç, po themi, në qoftë se smuret 2-3 herë në vit me një infeksion të rrugëve të sipërme të frymarrjes, është diçka e zakonshme. Në qoftë se smuret më shpesh, atëherë duhet parë të gjejmë shkakun e vërtet, të mos shkojmë deri tek imuniteti, sepse duket fjalë madhore, por mund të ketë deficite në hekur, vështirësi nga dalja e dhëmbëve, deficite në mikroelemente, çrregullime të metabolizmit, të përthithjes së ushqimit në zor, ose mund të kenë dhe deficite të vitaminës D.